Pavarësisht se jemi në stinën, ku lulet dhe pemët në qytet lullëzojnë më tepër, vëmendja ndaj hapësirave të gjelbëruara me sa duket lë për të dëshiruar, pavarësisht se shumë hapësira të gjelbëruara, pemë, qelin për gjatë kësaj periudhe deg dhe gjethe, vëmendja për t'i mirëmbajtur, krahasitur dhe pastruar është ulur ndjeshëm në periudhën zyrtare të sezonit turistik, kur qyteti duhet të kishte një imazh më dinjitos në çdo drejtim, puna ka shkuar thuajse në zero për kujdesin e hapësirave të gjelbërta, duke bërë që Vlora të mos të ofrojë sot imazhin e kuruar në çdo detaj. Por jo vetëm kaq, mungesa e vëmendjes ndaj hapësirave të gjelbëruara ka ndikuar drejt për drejt edhe në qarkullimin rrugor, duke u kthyer për drejtuesit e automjeteve në një burim aksidenti. Kjo edhe për shkak se shumë tabela të sinjalistikës vertikale rrugore në shumë segmente janë mbuluar nga degët e pemëve, por edhe gjethet, kryesisht të pemëve të llojit të rrep. Jo vetëm që janë mbuluar totalisht, por pamja e tyre vizive thuajse është dukur total, duke u bërë të padallueshme për drejtuesit e automjeteve. Panoramë të qartë të kësaj situate ta ofron sot segmenti rrugor i Unazës së Madhe, rruga e Centrales, por edhe e gjithë rruga që përshkruhet për të shkuar në zonën e 7 pallateve dhe ujin e ftohtë. Në të gjithë këtë segment rrugor, tabelat vertikale të sinjalistikës janë mbuluar nga deg dhe gjethet e pemës, duke u bërë të padallueshme. Kjo gjë sigurisht e kthyer në burim aksidenti, pasi drejtuesit e mjeteve nuk mund t'i dallojnë më këto sinjalistika. Jo vetëm kaq, por nuk mund të dallojnë as paralajmërimet për vizime dhe vendkalime të këmbësorëve, duke u kthyer në rrezik edhe për këta të fundit. Jo, nuk dallojnë dot as kufizimet e shpejtësisë, duke bërë që jo vetëm të kthehen në rrezik, por mbi të gjitha edhe të ndëshkohen me gjoba, edhe pse ndoshta këtë radhë pa të drejtë. Kjo situatë nuk është vetëm në rrugën e Unazës së Madhe, por vjen edhe në segmente të tjera rrugore, si rruga Kosova, rruga e re deri në hyrje të qytetit, si dhe në disa pjesë të bulevardit të Vlorës dhe aksit transballkanike. Ndaj dhe qytetarët, por veçanërisht drejtuesit e automjeteve, kërkojnë më tepër vëmendje për kryerjen e këtyre punëve publike në dukje tepër të lehta dhe pa rëndësi, por tepër të rëndësishme për qarkullimin rrugor dhe pse jo për vetë jetën e qytetarëve.